Sot do të hidhet shorti për fazën play-off të kualifikueseve të botrorit 2026. Janë 22 përfaqësuese nga gjithë bota që duhet të fitojnë 2 ndeshje në mars për të garantuar 1 nga 6 biletat e mbetura. Në anën tjetër, fakti është se më 5 dhjetor në Washington do të hidhet shorti i FIFA-s. Janë 2 skenare që aktualisht po trazojnë rrjetin, pasi 6 përfaqësuese mbeten të pakonfirmuara. Në bazë të renditjes së FIFA-s, janë ndarë edhe vazhdo deri tani dhe për to ka 2 skenare. I pari akoma i pa zyrtarizuar tregon se të gjitha përfaqësueset e play-offit do të vendosen në vazhdon e fundit për shortin e 5 dhjetorit. Skenari 2 tregon se do të ketë grupime sipas përfaqësueseve të renditura më mirë. Kështu vetë Italia ose çdo kundërshtar që mposhtë azzurrët përfiton dhe merr pjesë në vazhdon e dytë për shortin e dhjetorit. Shqipëria do të ishte përfituese po ashtu, pasi automatikisht do të shmangte vazhdon e fundit.